Na tu këshirë na me pasin si që ka nejdo zotja jo. Na këshirë me në një tjetit me në duk. Apo duk na mirë, apo dukët keri mirë, a jam vesh mirë, a e shpijen e mirë. O insan, kur kimi dhonë zot pak zoti me të dasht? Allah i me të dasht. Po, keti bane me të dasht, keti në të dasht. Ta kam bekenis edhe kerin, edhe shpijen, edhe parët, mashallah, keti ki për mashallah. A ki menu pak zoti atë të dasht ajo? Andaj le të vrapojmë pak të ndëruar xhamar, le të ujdismi pak për Zotin. Ti kallzojna pak Zotit, o Zot, ana do ti neve. Mos u ha njerëzit atë dojnë. Njerëzit sot dojnë, nesër s'dojnë, sot shajnë, nesër. Kështu kanë thënë dietarët e muslimanëve. Ka thënë Imam Shafiu rahimahullahu taala. Ka thënë mi knas njerëzit na e pamundshme. Me knas Allah na e vajib. Shikoj sa qartë. Njerëzit mi knashe e pa mundshme. Vallahi e vlad e kije e rrit me tana mundësit që ka i kik maksimumin e jep. Në fund thot, s'ne ke dha pa shkrejta.